Largimi i papritur i Egli Takos nga shtëpia e Big Brother VIP tronditi banorët dhe publikun, por duket se loja ka ende surpriza të mëdha. Në klipin promovues të spektaklit të së shtunës, produksioni ka konfirmuar një kthes të papritur. Egli Tako do të rikthehet në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Rikthehet Egli? Çfarë do të ndodhë? Të shtunën, Big Brother VIP, ora 9:15, me Ledion liçon vetëm në Top Channel, thuhet në njoftimin e publikuar nga produksioni. Ky rikthim ka ngjallur kurreshti të madhe në rrjetet sociale, me fansa që spekulojnë mbi arsyet dhe pasojat e këtij vendimi. A do të ndryshojë dinamika mes banorëve? Si do ta presin ata kthimin e Egli Takos? Përgjigjet do të zbulohen në spektaklin e së shtunës, i cili pritet të sjellë një tjetër episod plot tension dhe emocione. Megjithatë, ajo që e bën edhe më të debatueshëm këtë rikthim është fakti se Egli u largua nga shtëpia me dëshirën e saj, pasi nuk mundi të përballonte më presionin psikologjik brenda shtëpisë. E gjithë kjo gjendje emocionale dhe tensioni vazhdueshëm i erdhi si pasojë e mospranimit të saj nga gjesti, me të cilin ajo shpresonte të krijonte një lidhje, por që në fund ai e refuzoi dhe e trajtoi me ftohtësi. Kjo situatë rëndoi shumë Egli Takon, duke e bërë të ndiejë e pavlerësuar dhe e papërkrahur, çka çoi në vendimin e saj për t'u larguar. Për më tepër, rikthimi i banorëve është bërë një praktikë e zakonshme në edicionet e fundit të Big Brother VIP. Kjo lëvizje shpesh shihet si një disavantazh për ata që qëndrojnë në shtëpi pa dalë fare. Banorët që rikthehen marrin informacione nga jashtë dhe, në shumë raste, i përdorin ato kundër konkurrentëve që nuk kanë pasur të njëjtën mundësi. Për këtë arsye, shumë e shohin rikthimin e ish-banorëve si një lloj ndëshkimi për ata që kanë rezistuar brenda shtëpisë, duke e bërë lojën edhe më të padrejtë dhe të paparashikueshme. A do të ndikojë ky rikthim në balancën e lojës? Si do të ndikojnë informacionet e marra nga jashtë në rrjedhën e spektaklit? Mbetet për t'u parë në episodin e së shtunës. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!